Viti 2026 duket se do të jetë një vit vendimtar për jetën personale të 3 shenjave të zodiakut. Pas zhgënjimeve dhe sikleve të marrëdhënieve që nuk çuan aty ku shpresonit, tani është koha për t'i bërë vend diçka të ndryshme. Fati duket se është në anën tuaj dhe po përgatit terrenin për një ndryshim të konsiderueshëm në jetën tuaj dashurore që do të zgjas me kalimin e kohës. Luani, viti 2026 shoqërohet me zhvillime karmike në marrëdhëniet tuaja afatgjata. Është viti kur ajo që keni dëshiruar prej kohësh në sferën e dashurisë fillon të marrë formë. Dhe kjo energji pozitive nuk kufizohet vetëm në dashuri, por ndikon në të gjitha marrëdhëniet tuaja të rëndësishme në përgjithësi. Megjithatë, duhet strategji. Sado joshë se të jetë të hidhesh më njëherë në lojë, vlen të marrësh kohë për ta njohur vërtet personin tjetër dhe për të parë se sa të pajtueshëm jeni. Baje mendin hapur dhe beso në proces. Shigjetari, ky vit sjell një përmirësim të ndjeshëm në jetën tuaj dashurore. Mund t'ju gjej duke hyrë papritur në marrëdhënie me një ndryshim kyç krahasuar me të kaluarën. Personi që shfaqet nuk do të jetë kalimtar. Edhe nëse keni qenë me një person tjetër për shumë vite që mendoni se është ideal, kjo mund të ndryshojë. Personi i ri është dikush që do të tregojë përkushtim dhe stabilitet të vërtet. Mund të jetë paksa e çuditshëm ose mjaft i ndryshëm nga njerëzit me të cilët keni qenë të lidhur deri më tani, por pikërisht kjo do t'ju ma gjeps. Tërheqja do të jetë intensive dhe e thellë deri në ato pikë sa nuk përjashtohet që kjo marrëdhënie përfundimisht ta çojë në martesë. Ujori, dashuria nuk është gjithmonë përparësia, por mund të jetë koha për të ndryshuar perspektivën tuaj. Gjatë këtij viti, shumë njerëz të rinj do të hyjnë në jetën tuaj, miqësi të reja, kontakte të reja, por edhe një person që do të dallohet nga të gjithë të tjerët. Edhe pse shpesh preferoni të qëndroni vetëm, kjo është një periudhë ndaj së cilës ja vlen të hapeni. Ky vit sjell një ripërtëritje të rëndësishme në jetën tuaj personale, shoqëroshmëria, ftesat dhe përvojat e reja mund të fshejnë një njohje që do të jetë vendimtare. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.